Nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë, pavarësisht padurimit të kolegëve të opozitës në lidhje me një marrëveshje të rëndësishme si kjo që miratojmë sot me Italinë, e cila është një marrëveshje kuadër në një sër fushash të cilat janë sqaruar gjerësisht edhe nga kolegët e mi paraprakisht, unë dua të përqendrohem vetëm në një pikë, te diaspora jonë. Diaspora shqiptare, qoftë diaspora e hershme, arbëreshët në Itali, të cilët përbëjnë një popullsi të barabartë me një qark të Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht se nuk kanë shtetësinë shqiptare, kanë ruajtur ndër vite dhe kanë zhvilluar jo vetëm gjuhën dhe traditën tonë, por kanë zhvilluar ekonomi, kanë zhvilluar kulturë, kanë zhvilluar një jetesë e cila ne duhet të na bëj krenar, por edhe duhet jetë një thirrje për bashkëpunim të mëtejshëm. E po ashtu diasporën e re, atë e cila është prodhuar pas viteve 90 në kuadër të një periudhe të vështirë të shtetit shqiptar, që ja doli që nga zeroja të bëhet ambasadorja më e mirë e Republikës së Shqipërisë dhe kombit shqiptar jashtë vendit. Kjo marrëveshje është e rëndësishme sepse për herë të parë në mënyrë eksplicite, përveç bashkëpunimin në një sër fushash të tjera, parashikon se të dyja vendet, Shqipëria dhe Italia, angazhohen bashkarisht që të veprojnë duke ngritur shkolla, duke vendosur gjuhën shqipe, jo vetëm për diasporën e re, po dhe për diasporën e hershme në Itali. Ajo parashikon inkurajimin e ngritjes së katedrave akademike dhe programeve bashkëpunuese kërkimore të fokusuara në gjuhën dhe kulturën shqipe jashtë vendit për të rritur vizibilitetin dhe për të mbështetur transmetimin e identitetit ndër brezash, ndër gjeneracional. Dhe po ashtu parashikon mbështetjen dhe lehtësimin e mësimit të gjuhës shqipe për fëmijët e diasporës së re në Itali. Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe gjuhësore të shqiptarëve, qoftë në diasporën e hershme, ashtu dhe në diasporën e re, përbën një moment kyç që ne, si deputet të Kuvendit të Shqipërisë, pjesa më e madhe të cilëve janë këtu edhe me votën e diasporës shqiptare, nuk mundet të na lërë që të jemi indiferent. Sot ne jemi deputet të diasporës shqiptare. Nesër diaspora shqiptare do të zgjedhë përfaqësues së vet në Kuvendit e Shqipërisë drejt për drejt, sepse ka numra të mjaftueshëm për të pasur prezencë në jetën politike të vendit tonë. Ajo çfarë u bë para 4 vitesh dhe që u materializua në zgjedhjet e kaluara me votën e diasporës, do të thotë detyrimin tonë që diasporën të mos e shohim më si një grup shtetasisht shqiptar, të cilët shkojmë dhe mburemi me çfarë ata kanë bërë, dhe mbetemi aty. Të mos shpresim vetëm remitancat që vijnë prej tyre, por detyron shtetin shqiptar që të angazhohet më shumë në politika të drejt për drejta dhe të mirëfillta për mbështetjen e diasporës dhe për pjesëmarrjen e saj në jetën politike të vendit. Prandaj kjo marrëveshje në gjykimin tim është shumë e rëndësishme. Në fakt, meqense u nis me një kërkes nga anë e opozitës që ne të mos flasim më për këtë, se duhet kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës, edhe e kuptoj. E kuptoj sepse sot, në momentin që ne flasim për diasporën shqiptare ndër të tjera, që flasim për këta ambasador të vërtet të Shqipërisë, që flasim për imazhin e Shqipërisë e cila edhe përmes kësaj marrëveshjeje rrëfen se është një imazh i përmirësuar i një shteti evropian dhe ku ka ndikim të drejt për drejt dhe shqiptarët e diasporës në këtë imazh, sot fatkeqësisht dëgjuam që në Këshillin e Evropës doli doktori dhe vetëm për Balti adheun e tij. Mori fjalën Shqipëri dhe e shpërdoroi brenda gojës së vet, duke folur për Shqipërinë si narkotrafikantët. A thua se shqiptarët jashtë vendit nuk janë ata të cilët kanë punuar me djersën e ballit për të rritur familjen e tyre dhe për të rritur emrin e Shqipërisë. Doli dhe foli dhe gënjeu sot dhe tha që në librat e shqiptarëve të fëmijëve këtu në Shqipëri po mësohet për ndryshimin e gjinisë. Një e pavërtet që ne si deputet Kuvendit Shqipërisë e dim, po edhe si prindër e dim. Dhe kjo është diferenca e madhe. Atje
në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës keni mundësi që të flisni për Kosovën, keni mundësi të flisni për Shqipërinë, keni mundësi të flisni për drejtat e njeriut, keni mundësi po spres për jush të flisni për çamërinë, keni mundësi që të flisni për gjëra të cilat i interesojnë qytetarëve shqiptarë dhe për të rritur dhe më tej imazhin e këtij vendi. Dhe çfarë zgjidhni të bëni? Zgjidhni që të fyeni termin shqiptar sa herë shkoni jashtë vendit. Ky është një turp kombëtar dhe arsyeja sepse ju s'keni për të ardhur kur në pushtet. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Loer Kume. Replik. Ju përmendi. Okej, replik. Zoti Koreshi. Por ti mund të thuash mos përmende, po këtu përmende, nuk po na bëni këtu se po shpik një rrotën. A thuti se po e lidh tani marrëveshjen ti me Italinë, se hajde do bëkemi ca studime dhe do kemi filluar që dy mishi ka studiuar Italinë në Rom. Edhe ky burri këtu e ka bërë prapë, di mirë se çfarë më thën, se La Sapienza kishte gjuhën shqipe të parën atje. Kështu që mos ta bësh na shpikni rrotën me këto. E dyta, populli shqiptar sot po pret pikërisht atë drejtësisë, atë kodin penal dhe ato ligjet për reformën drejtësisë që po i bini me daulle me trumbet ju, dhe prandaj ka interesin shumë herë më të madh se sa kjo. Edhe po flisit gjithë me Italinë, thuti se ju po na çoni për et pa në Itali. Refugjat për ati s'ke qenë refugjat, unë po. E di që është Italia, po e kemi si kom dytë, ne që kemi studiur, që kemi marrë dhe bursë në 2000 dhe konvit, ku se ju sot jemi 30.000 lekë, sa nuk bën as për biletën e autobusit Lushe Tiranë. E tregoni ju për Italinë, ani do na shpikni, do na çoni Itali. Kryetar, gjithë njerëzit duan të flasin për drejtësinë, për ato ligjet më të rëndësishme ato kodi penal. Ja pikërisht për ato që keni bastardun me ato parkimet tyshe. Zoti Kume, Dies, fjala për ju. I nderuar kryetar, nderuar koleg, të dashur shqiptar brenda dhe jashtë adeut. Shkrimtari Faik Ballanca në romanin e tij Nomea e Largët flet për një personazh çuditshëm që endet në përfshatin e thellë të Shqipërisë, pa memorje, me një shqipe shumë të çuditshme dhe kërkon grua derm fshat. Më pas zbulojmë që ky personazh i çuditshëm është një ushtar italian të cilin populli shqiptar dhe fshati përkatës e mbrojtën, e strehuan, e fshen nga gjermanët dhe bën pjesë të tyre. Kryeministri Rama dje në Kuvendin e Izraelit kujtoi se si shqiptarët fshen hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Populli shqiptar gjithashtu mbështeti dhe mbrojti edhe italianët fqinj. Shqipëria ka një traditë të rrallë në Europë, ne i hapim derën njeriut. Gjithashtu Italia është fqinji i mirë të dera. Nga Italia drejtonim dikur antenat, të mësonim muzikën e botës, të mësonim demokracinë, të mësonim gjithashtu politikën e botës edhe qefin. Shqiptarët e dinë mirë. Italia priti shqiptarët e mllajfosur të 91-shit dhe shqiptarët e terrorizuar të 97-s. Italia sot gjithashtu pret student që i trajton me arsim, pret dhe njerëz që i trajton me shëndet. Dhe për këtë ne duhet shprehim një mirënjohje të pakufishme. Komunitetet shqiptare të fuqishme janë të instaluara në vendin fqinj, siç e përmendën dhe kolegët para rendës, që nga diaspora e arbreshve të Italisë e deri te shqiptarët e sotëm që janë diaspora jonë më e madhe dhe më e fuqishme. Kur ka qenë e mundur, kemi dhënë ndihmën tonë simbolike, po me simbolik të fuqishme ndaj Italisë, si në rastin e dërgimit të mjekëve dhe infermierëve gjatë ditëve të zeza të pandemisë italiane. Por sot ne do të trajtojmë jo të ardhmen, jo të shkuarën, po të ardhmen. Pikërisht në shenjë mirënjohje ndaj Italisë. Dhe kjo e ardhme është pikërisht kjo marrëveshje e qeverisë shqiptare me qeverinë italiane, që organizon raporte dhe forcon bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë përmes përmirësimin dhe digitalizimit shërbimeve dhe shkëmbimit të ekspertizës mjekësore. Në fushën e energjisë përmes zhvillimit burimeve të rinovueshme dhe krijimit projekteve infrastrukturore të gjelbra. Menaxhimin e migracionit pa rregullt përmes shkëmbimit informacionit ndërsjellët dhe kontrollit kufitar. Bashkëpunim për arsimin, kërkimin dhe inovacionin.
Mos harrojmë se një pjesë e shtresës intelektuale të sotme shqiptare, përfshirë dhe kolegët e opozitës, kanë mbaruar në Itali pas viteve të 98-s. Tani na takon që ta ngrëmë në tjetër nivel dhe mbi të gjitha duke orientuar drejt teknologjisë dhe inovacionit. Dhe sidomos për diasporën dhe fuqizimin e saj dhe pasqyrimin dhe veprimtarinë e saj me mira fije ekonomike dhe kulturore midis Italisë dhe Shqipërisë. Dhe në fund, sipas meje, është gjithmonë më e rëndësishmja marrëveshja për shkëmbimin kulturor midis dy vendeve dhe ky shkëmbim kulturor është toka ku mbillen filizat e sardhmes shqiptare në të vërtetë. Fqinj i mirë vlen më shumë se një i afërm i largët, thot shpreha. Ndaj ju ftoj ta votoni ratifikimin kuvend të kësaj marrëveshje. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Kume, fjalën e ka zoti Taulan Balla në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.